Është një ditë e shënuar për Shkodrën dhe mbar Shqipërinë. 35 vite më parë, engjujt e demokracisë, siç u quajtën në atë kohë, të rinjt shqiptar në misionin e tyre, u fliuan në këtë shesh nga një barbari e vërtetë e regjimit, në një protestë paqësore, më civile, më të qytetëruar që mund të bëhej. Edhe njërë theksoj se martirizimi i tyre u bë dritë dhe u garantoi shqiptarët se ajo sakrificë ishte përcaktuese për zgjedhjet e mëpasme me të cilat ne përmbysëm diktaturën. Por sot nderimi i tyre më i mirë është të përmbushim misionin e rikthimit të votës lirë të shqiptarëve. Sot kemi një armik të egër, të shumë fish të shqiptarëve, një armik të votës lirë, një armik të qenjes tyre kombëtare, një armik të pasurive të tyre. Sot çdo shqiptar ka një motiv shumë të fuqishëm të ngrihet për përmbysjen e tij. Partia Demokratike është e vendosur të vazhdojë këtë betejë gjën përmbushjen e misionit të saj.